Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se deputetët e saj nuk marrin pjesë as në seancën për presidentin e paralajmëruar për në orën 14. Isha shumë e qartë, nuk bëhemi pjesë e kësaj maskarade politike, u shpreh Vlora Çitaku. Zhvillimet politike rreth procesit për zgjedhjen e presidentit, Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës i komentoi si shkelje të kushtetutës dhe veprim të qëllimshëm politik. Çitaku tha se vetë ideja që me vetë dije i hyn një procesi për të zgjedhur personin që do të udhëheqë institucionin më të lartë në vend, duke shkelur me të dyja këmbët kushtetutën, flet shumë për mentalitetin e Albin Kurtit. Ajo kritikoi dhe përfshirjen e dy grave në këtë proces, duke u shprehur se përkeqësia është që dy gra kanë pranuar të huazojnë emrin e tyre në një maskaradë të rrezikshme dhe antikushtetuese. Deputeti e PDK-s Ganimete Mysliu ka vlerësuar se lëvizja vetëvendosje po dëshiron zgjedhjet e presidentit jashtë rregullave demokratike. Ajo ka bërë me dije se kjo është një rrëshqitje e rrezikshme drejt një forme të grushtit të shtetit. Në profilin e saj në rrjetet sociale, Mysliu ka shkruar se Kosova meriton ligj dhe respektim të demokracisë. Kur institucionet kapen, ligjet anashkalohen dhe vendimet merren jashtë rregullave demokratike, kjo nuk është më qeverisje, është rrëshqitje e rrezikshme drejt një forme të grushtit të shtetit. Kosova meriton rend, ligj dhe respekt për demokracinë, jo improvizim dhe kapje të shtetit, shkruan Ganimete Mysliu. Deputetja e Lëvizjes së Vetëvendosjes Arberesh Kryeziu Hyseni përpara seancës së Kuvendit të Kosovës deklaroi se kandidatja për presidente ka votat e nevojshme për të zgjedhur në këtë postë. Ajo ka bërë thirrje deputetëve të partive opozitare që të jenë të pranishëm në seancë të marrin pjesë në raundin e dytë të votimit. Nëse jo, atëherë besoj se po shihet qartazi se kush është bllokuesi dhe kush dëshiron ta çojë vendin në zgjedhjet e reja, tha Kryeziu Hyseni. Ju e patë që zonja Feride Rushiti tashmë ka votat për të zgjedhur presidente, prandaj unë po shfrytëzoj rastin të bëj thirrje gjithë deputetëve të partive opozitare që ndryshe prej mbrëm sot të jenë prezent në sallë dhe të bashkohen në rundit të dytë të votimit, sepse besoj që nëse duam zgjidhje kemi rastin të votojmë zonjën Feride, nëse jo, atëherë besoj po të shihet qartazi kush është bllokuesi. Sipas saj, pjesëmarrja në votim është kyçe për të shmangur një krizë të re politike dhe për të siguruar funksionalitetin institucional të vendit. Instituti për Drejtësi paralajmëron se situata e krijuar në Kuvend në përpjekje për zgjedhjen e presidentit për bërë një cënim serioz të rendit kushtetues dhe të rregullave parlamentare. Sipas këtij instituti, mungesa e kuorumit për mbajtjen e seancës të jashtëzakonshme e bën të pavlefshëm veç zhvillimin e procedurës. Krahasaj vlerësohet se çështja e nominimit dhe nënshkrimeve të deputetëve është trajtuar në kundërshtim me kuadrin kushtetues dhe praktikën gjyqësore. Thirrja për kryetarin e Kuvendit është që të respektojë kushtetutën dhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese dhe të mos procedojë me asnjë veprim në seancë nëse në sallë nuk janë të pranishëm 80 deputetë. Pak orë para afatit për zgjedhjen e presidentit, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi deklaroi se KQZ-ja mbetet e detyruar të veprojë në përputhje me mandatin e saj kushtetues dhe ligjor, duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar mbarvajtjen e çdo procesi. Elezi ka treguar se buxheti planifikuar për organizimin e zgjedhjeve të fundit parlamentare, të cilat ishin të parakohshme, ato të 28 dhjetorit, ka qenë në vlerën e 11.5 milion eurove, ndërkaq sipas raporteve të fundit jo përfundimtare për organizimin e atyre zgjedhjeve, ja shpenzuar rreth 7 milion euro. E marta është afati i fundit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Deri më sot partitë nuk kanë gjetur konsensus rreth një emri që do të siguronte pjesëmarrjen e së paku 80 deputetëve në procesin e votimit për president. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.